Tregtimi në bursën e energjisë elektrike, eksperti për analizë të tregut në KEK u detyrua ta bënte në gjykatë. Për ta kryer këtë punë, Hasan Kerolli mori leje nga gjykata për ta ndërprerë dëshminë e tij në procesin ndaj shefit të tij Nageb Krasniqit, i cili akuzohet për keqpërdorim të detyrës zyrtare pikërisht për tregti me kompani të palicencuara. Eksperti, duke u përgjigjur në pyetjet e prokurorit, shpjegoi se në vitin 2021 u vendos që të ndalohej shitblerja e rrymës me kompanitë e palicencuara në Kosovë. Deri në vitin 2022 na kena vazhdu me kompanitë cilat kanë qenë të regjistruar në Kosovë dhe që kanë pas licencë nga vendet përkohëse shteteve europiane. Por në fundin e vitit 2021, KEK u urdhërua nga ZRE-ja që të mos bëj pazar me kompani të palicencuara në Kosovë. Zyrat për tarifa dhe çështje rregullative. Për tarifa dhe çështje rregullative, e cila ka pas komunikimin edhe ka me ZRE, ka pranuar njoftimin që me ndërpret tregtimin me gjitha kompanitë të cilat nuk janë të regjistruar në Kosovë. Ka qenë vetëm një kompani e cila nuk ka pas licencë në Kosovë ose në Shqipëri, që kemi qenë duke të tregtuar. Ka qenë kompania slovene. Por përkundër kësaj, ky thotë se udhëheqësi i përkohshëm i bordit në KEK i urdhëroi që të tregtojnë edhe me kompanitë e palicencuara, përfshirë edhe me atë slovene HSE. Nga zotëri Edmund Olleshi, na ka udhëzuar që me vazhduar tregtimin me gjitha kompanitë që shkina vepru deri me tani deri në një njoftim të radhës. Për këtë zhvillim, ky thotë se në dyeni ishte edhe ish kryeshefi i KEK-ut Nageb Krasniqi. ati ishte qenë në djeni, edhe kryeshefi Nageb Krasniqi. Me dje, do më po, ka qenë një përfshim komunikime dhe me, gjithmonë ka qenë në komunikimin e SSI-it edhe kryeshefi Nageb Krasniqi. Për dëshmitarin i akuzuar i Krasniqi fillimisht nuk pati pyetje. Andaj pas avokatit të tij, kjo e drejti kaloi prokurorit, i cili e pyeti për arsyen se pse HSE nuk ishte paguar tatim në Kosovë, meqense energjinë e shiste që në kufi. Tha se rritja e konkurencës ndikon direkt në ulje çmimit. A vlen kjo kur në konkurrencë fusin edhe operator të cilët nuk janë të licencuar. Kur një konkurent dëmon konkurencë i barabartë, atëherë nuk ka barazi dëmon konkurencë. Këto të akuzuarit Krasniqi u kujtuan disa pyetje, por gjykatësi nuk i dha më të drejtë. Sipas akt akuzës, Krasniqi në cilësinë e kryeshefit të KEK-ut duke filluar nga 15 tetori viti 2021, me qëllim që operatorit ekonomik Holding Slovenska Elektrane SE nga Slovenia t'ia mundsoj tregtimin e energjisë elektrike në Republikën e Kosovës, në kundërshtim me ligjin për energjinë elektrike dhe ligjit për rregullatorin e energjisë, me dashje aprovon blerjet, nënshkruan kontrata dhe autorizon nënshkrimin e tyre, si dhe konfirmon vazhdimin e tregtimit me operatorin në fjalë. Nga këto veprime të kundërligjshme, sipas prokurorisë, buxheti i Kosovës u dëmtua me afro 530.000 euro.